Shkruan Muslim Murrizi, pjesëmarrja në zgjedhjet e 5 bashkive tregoi qartë refuzimin e qytetarëve ndaj politikës hipokrite që çdo ditë më shumë është zbuluar se pazaret prevalojnë mbi parimet dhe lufta është thjesht për të dukur, ndërsa për gjërat madhore me interes të përbashkët janë një. Humbja e 5 bashkive me rezultat turpërues nga opozita, por me emra kandidatësh të pavarur, është një këmbane fort alarmi për çdo opozitar, jo për obortarët e opozitës. Nëse mendoni që ky stil i qenasjes me kandidat në çdo palëzgjedhje shmang përgjegjësinë opozitare për çdo humbje, atëherë edhe në 2027 apo 2029 bëni gati firmat për të mbështetur në 61 bashkitë e vendit kandidat të pavarur dhe nuk kemi pse vrasi mendjen për humbjen sa kohë që ekonomikisht fitoni një lloj me pushtetin. Ky është një turp që duhet ta hanë me garush dhe ata që e gatuan me luggjelle. Por për çfarë duhet një opozit kur ajo nuk nxjerr kandidat përballë pushtetit në zgjedhje? Pse quhet formalisht opozit kur me këtë stil kandidatësh i shërben pushtetit? Apo opozit quhet vetëm grupi parlamentar i Leshit që nuk i pirth askush as në kuvend as në lagje e për të tjera nuk ka problem? Pra mjafton që ju 43 bythec politik siguroni një karrige deputeti pas një vot nga qytetarët dhe kaq mjafton të quheni opozit? Keni qysh më 11 maj, pra 6 muaj që asnjëri prej jush me nder deputet të opozitës nuk keni shkuar as për kafe në qarqet ku morët mandatet, sepse e dini mirë që nuk keni as kurajo as dinjitet të takoni qytetarët. Ndaj zgjodhët që në 5 bashki të mos vendosnit kandidat të PD-s që të mos dilnin të asnjë ditë në fushat. Të nderuar demokrat, heshtja vret më shumë se sa çdo reagimi juaj, prandaj mos heshtni para një tufe vëmjesh që kanë kapur prej fyti PD-n dhe opozitën, se atyre nuk u duket vetja në opozit. Koha që të duar trokisni kot për t'i bërë qejfin udhëheqësit e për të dukur si militant duhet të marrë fund. Përndryshe nuk do ngeleni mas për të duar trokitur deri në zgjedhjet e vitit 2029.